Eliona e qëndroi për disa qaste në heshtje përpara se të fliste. Ishte ajo heshtje që nuk lind nga mungesa e fjalëve, por nga frika se mos thua shumë. Syt I kishte të përqendruar te Klodi, por jo me siguri. Me dyshim. Me kërkim. Me ndjenjen e dikujt që po përpiqet të kuptojë një njeri, por edhe veten njëkohësisht unë. Nuk e di kush ja akoma, I tha më në fund, se kam marrë vesh. Fjalët dolën ngadalë, jo si akuzë, por si rrëfim. Nuk ishte një sulm. Ishte një dorë e zgjatur. Eliona nuk po kërkonte përgjigje të shpejta, po kërkonte sinqeritet. Dhe kjo ishte ajo që e bënte momentin kaq të brisht. Klodi e dëgjoi pa e ndërprer. Sepse e kuptoi që ajo fjali nuk kishte të bënte vetëm me të. Kishte të bënte me frikën e saj për t'u afruar shumë. Për t'u dhënë. Për t'u lënduar, Eliona vazhdoi të fliste, tashmë më e hapur, më e zhveshur emocionalisht. Ti ndonjëherë je shumë afër, tha ajo, dhe ndonjëherë shumë larg. Dhe unë nuk di ku të vendos. Në zërin e saj kishte ndjenjë. Jo konfuzion I zbrazët, por konfuzion që lind kur të intereson dikush më shumë se ç'duhet. Ajo ishte e dashuruar, por nuk donte ta pranonte as për veten. Sepse dashuria, kur vjen pa siguri, bëhet frikë. Unë të shikoj, vazhdoi ajo, edhe kur nuk flet. Edhe kur bën sikur nuk të intereson. Dhe kjo më bën të mendoj shumë. Eliona ishte nga ato vajza që ndjejnë thellë. Por flasin pak. Që analizojnë çdo gest, çdo shikim, çdo ndryshim toni. Dhe Klodi, me natyrën e tij të mbyllur, ishte bërë misteri I saj më I madh. Ka momente, tha ajo me zë të ulët, që mendoj se të njoh. Dhe pastaj, në një sekond, më dukesh krejt tjetër. Kjo ishte ajo që e tremte. Jo fakti që nuk e njihte ende, por fakti që po I pëlqente pa e njohur plotësisht. Dhe kjo e vendoste në një pozicion të pambrojtur. Eliona nuk po luante. Ajo nuk po kërkonte avantazh. Po kërkonte qartësi. Po kërkonte një shenjë që ndjenjat e saj nuk ishin të njëanshme. Unë nuk jam këtu për lojra emocionale, I tha ajo. Nuk di të bëj sikur. Nëse ndjej. Dhe pikërisht aty kuptoheshte se ajo ishte e dashuruar. Sepse vetëm kur ndjen fort, ke frikë të mos gabosh. Vetëm kur të intereson dikush, të shqetëson fakti që nuk e njeh ende plotësisht. Klodi e dëgjoi. Nuk foli shumë. Dhe kjo heshtje e tij ishte ajo që e bënte Elionën edhe më të pasigurt. Sepse ajo donte një përgjigje, por kishte frikë nga ajo që mund të dëgjonte. Unë po rrezikoj, tha ajo më në fund. Dhe ti ndoshta nuk e kupton sa shumë. Në atë moment, Eliona nuk ishte më thjesht një banore. Ishte një vajzë që po hapej përballë një burri që I pëlqente. Limi dhe Hygerta nuk po flisnin për herë të parë për Labin dhe Albën, por kjo bisedë kishte një peshë tjetër. Ishte nga ato momente kur edhe muret duket sikur dëgjojnë. Ata ishin ulur në heshtje për disa minuta, duke vëzhguar lëvizjet e të tjerëve në shtëpi, por mendimet e tyre ishin diku tjetër. Hygerta e nisi bisedën me kujdes, sikur çdo fjalë duhej matur 2 herë përpara se të dilte nga goja. Po e ndjej që situata me Labin dhe Albën po tensionohet, tha ajo. Çdo ditë më shumë. Limi nuk u përgjigj menjëherë. Ai ishte nga ata njerëz që preferojnë të dëgjojnë më shumë se sa të flasin. Sytë e tij lëviznin ngadalë, duke analizuar jo vetëm atë që po thuaj, por edhe atë që nuk po thuaj. Kjo shtëpi, tha më në fund, nuk I do njerëzit që nuk përshtaten. Dhe Labinoti nuk di të përshtatet. Hygerta buzëqeshi lehtë, por ishte një buzëqeshje e hidhur, sepse ai është shumë I drejtë, tha ajo. Nuk di të fsheh atë që ndjen. Dhe Alba, shtoi Limi, është e njëjta gjë. Ajo ndjen shumë. Dhe këtu, ndjenjat janë rrezik. Ata ranë sërish në heshtje. Nga larg dëgjoheshin zëra të tjerë, të qeshura, një realitet tjetër që vazhdonte normalisht. Por për ta, kjo bisedë ishte më e rëndësishme se çdo lojë apo sfidë. E di çfarë është më ironike? Tha Hygerta pas pak. Ata nuk po bëjnë asgjë kundër askujt. Dhe prap janë në shënjestër. Limi tunte kokën ngadalë, sepse nuk ke nevojë të sulmosh për të qenë kërcënim, tha ai. Mjafton të jesh I vërtetë. Pastaj erdhi ajo fjali. Ajo fjali që ndryshoi tonin e gjithë bisedës. Unë jam I sigurt, tha Limi me një zë të ulët, por të prerë, që Labinotin dhe Albën, kur të dua, I nxjerr nga Big Brother Kosova. Hygerta e pa drejtë në sy. Nuk ishte shaka.
Nuk ishte mendim i hedhur kod. Ishte një deklaratë e menduar, kur të dua. E pyeti ajo. Çfarë do të thot kjo? Do të thot moment, u përgjigj Limi. Koha e duhur. Jo nga inati. Jo nga presioni. Por nga strategjia. Hygerta u mbështet pas karriges. Po nëse publiku nuk e kupton? Pyeti ajo. Po nëse dalja e tyre shihet si humbje? Limi buzëqeshi lehtë, dalja nuk është gjithmonë humbje, tha. Ndonjëherë është shpëtim. Ai vazhdoi të fliste, tani më hapur, më thellë, labinoti po konsumon veten çdo ditë këtu brenda. Alba po mbyllet. Kjo shtëpi nuk i ushqen, i shtëron. Dhe unë e shoh këtë. Hygerta u mendua për disa sekonda. Ti po flet sikur e ke vendosur tashmë, tha ajo. Jo, u përgjigj Limi. Po flas sikur jam gati. Ata filluan të analizojnë çdo detaj, sjelljet, shikimet, heshtjet, shpërthimet emocionale. Asgjë nuk ishte rastësi. Çdo veprim kishte një domethënie. Çdo reagim ishte pasojë e presionit. Alba, tha Hygerta, është nga ato vajza që mbajnë gjithçka brenda. Dhe një ditë, ose shpërthen, ose thyhet. Dhe Labinoti, shtoi Limi, është nga ata burra që nuk din të luajnë role. Ai nuk është për këtë format. Ai është për jetën reale. Kjo bisedë nuk ishte thjesht për lojën. Ishte për njerëzit pas kamerave. Për pasojat që mbeten edhe kur dritat fiken. Për faktin që Big Brother nuk mbaron kur del nga shtëpia, nëse i nxjerr, tha Limi, do ta bëj sepse dua që të dalin me dinitet. Jo të shkatëruar. Jo të përdorur. Hygerta e kuptoi, ti po flet si njeri, jo si lojtar, tha ajo, sepse edhe kjo është lojë, u përgjigj ai. Lojë më e madhe se nominimet. Ata e dinin që kjo bisedë nuk do të dëgjohej nga të gjithë. Por ata që do ta kuptonin thellë. Sepse në Big Brother, fuqia e vërtet nuk është zëri i lartë, por vendimi i heshtur, dhe ndërsa nata binte mbi shtëpi, një gjë ishte e sigurt, asgjë nuk do të ishte më njësoj. Sepse kur dikush thot jam i sigurt, nuk është më thjesht mendim. Është paralajmërim.